E gjejmë në këtë kënd të Gjirokastrës, duke hedhur mbi telajo një copës të qytetit të gurt, ku dominon kalaja e Gjirokastrës. Piktori Dropullit Odisea Selo, edhe pse është kthyer nga Janina për disa ditë pushime, nuk ka harruar të marrë me vete mjetet që shoqërojnë për 40 vite në rrugën e bukur të artit. Si gjithmonë Gjirokastra është pikë frymëzimi për piktorët. Unë kam që pikturoj që në 10 vjeç, edhe gjeta rastin sot të bëj një pejsazh kalane Gjirokastrës me dritën e mëngjesit. Është një pasion i akuareli. Akuareli si teknik më pëlqen vitet e fundit, edhe po e ushtroj më shpesh, edhe gjithmonë Gjirokastra na tërheq për të bërë pikturat e këtij qyteti gri. Gri, por i bukur këtë pranverë. Me kombinime fantastike, po me këto violetet me dritën e bukur të mëngjesit, gjithmonë ka pika interesi për të gjetur të pikturosh, shpit karakteristike, i gjithë momenti është të kapësh ato dritën e asaj ore që do të bësh pikturën, dritën e mëngjesit për shembull. Një tip pikture impresioniste me akuarel, shumë e shpejt, duke mbajtur freskinë e akuarelit. Kam marrë nga mëngjesi, nga ora 9:30. Sa kohë do të marrë? Do më marrë një orë akoma, me siguri 2 orë akoma, patjetër, që ti mbyll këto detajet që dua. Edhe mbase nesër vim prapë të bëjmë një kënd tjetër të Gjirokastrës. Kryesisht, pikturat e tij vijnë në vaj dhe akuarel. Artisti na zbulon edhe sekretin e kësaj të fundit. Teknika e akuarelit është teknik shumë e shpejtë edhe duhet të mbaroj brenda, domethënë, ditës që e nis, nuk mund ta punosh të nesërmen. Nuk mund ta ngacmosh në shumë vende, domethënë duhet të hedhësh ato që ke në plan të hedhësh, ngjyrat, kompozimin, kontrastet, drithijet e këto. Edhe piktori duhet të di ku ta lej pikturën, se piktura vetë nuk të thot asnjëherë, po piktori duhet të vendosë se kur lihet piktura. Unë besoj sot, po e mbyll. Pas një ore duhet ta mbyll pikturën. Peisazhi është gjinia që ai lëvron më tepër duke udhëtuar drejt qyteteve të ndryshme të Shqipërisë dhe Greqisë. Unë vi nga Janina, unë kam mbaruar liceun në Gjirokastër, edhe prandaj Gjirokastra është për mua pikë referimi, frymëzimi për pikturë. Mbarova Akademinë në Tiranë, po jam në Janin pedagog, edhe gjithmonë gjej rastin të vi të pikturoj të vendet ku kam qenë, Gjirokastrën, Korçën, Ersekën, vim shpesh me kolegë piktorë edhe pothuajse çdo vit. Temat e pikturave kapin gjithë, domethënë, periferinë e Janinës, gjithë Epirit, Pargën, Igumenicën, Korçën, Ersekën, siç thash më parë, Vlorën, Himarën, gjithë këtë rrethin. Domethënë, peisazhi është peisazhi preferuari për mua, edhe portreti, po peisazhi gjithmonë më tërheq. Edhe këto janë zonat që shpesh vizitoj për të pikturuar. Prej vitesh, Selo punon si mësues në një prej gjimnazeve të Janinës. Sipas tij, ajo që e mban piktorin në formë është angazhimi i përditshëm. Njëkohësisht me mësimet, piktura është ajo që të mban gjallë, domethënë, edhe të del edhe në klasë, në lidhjet me nxënësit, po angazhimi i përditshëm, domethënë, duke pikturuar për ditë, kjo është një gjë shumë interesante edhe për piktorin e mban gjithmonë në formë. Edhe sot që më gjetët, rasti është që shfrytëzuam Pashkët, uroj të gjithë gëzuar Pashkët, të gjithëve, kaloni mirë dhe shumë faleminderit. Me artin e vetë, Odisea Selo përfaqësohet në ekspozita të ndryshme që çele në shtetin helen, por nuk i ka munguar pjesëmarrja edhe në evente të organizuara brenda Shqipërisë. Një nga pikturat e tij zëvend edhe në galerinë e çelur së fundi në fshatin e tij të lindjes Dervician.